Në një cep të dritës artificiale, gocat e Big Brotherit qëndrojnë në jacuzzi, të veshura me bikini, duke përplasur gotat e verës si një ritëm i qetë i kënaqësisë. Pamja duket e thjeshtë, e lehtë dhe pothuajse pa breng. Megjithatë, ajo që duket si përfaqësore fshin një kompleksitet të fshehur. Kënaqësia e të tjerëve është gjithmonë diçka që mund të vëzhgohet, por rrallë ndikohet. Ka diçka magjepsëse dhe frikësuese në këtë kontrast, të qenit brenda, pjesë e lojës, dhe të qenit jashtë, vetëm vëzhgues, limi qëndron jashtë xhamit. Ai sheh gjithçka, por nuk merr pjesë. Nuk ka prekje, nuk ka përfshirje, vetëm sy që regjistrojnë. Distanca e tij është e dyfishtë, fizike dhe psikologjike. Ndërkohë që pamja e brendshme tërheq vëmendjen, ai zgjedh të mos përfshihet. Në mendjen e tij lind një krahasim i lashtë, dhe lpron me rrushin. Ai shikon rrushin të lartë në kopsht dhe thotë, nuk më duhet, nuk e dua. Në fakt, rrushi nuk është i pafuqishëm apo i shijshëm për të, ai është jashtë kapaciteteve të tij, dhe mohimi bëhet një mbrojtje e butë për të shmangur dëshirën e pamundur. Kjo pamje simbolizon më shumë se një jacuzzi me gocat dhe një vëzhgues të jashtëm. Ajo është metafora e jetës moderne, ku shumë herë njerëzit gjenden në pozicione të kufizuara nga mundësitë e tyre, shikojnë atë që nuk mund të arrijnë dhe e mohojnë për të shpëtuar krenarinë apo qetësinë e brendshme. Në një shoqëri ku gjithçka është ekspozuar, ku pamja bëhet standard dhe vëmendja është monedhë, vëzhgimi nga jashtë është një gjendje që shumë e përjetojnë, të dëshirosh atë që nuk mund ta kesh, por të bësh sikur nuk të intereson. Ndërkohë, brenda jacuzzit gjithçka duket perfekte, të qeshura, gota verë që tingëllojnë në ritëm të përbashkët, ujë që mbush ajrin me avuj të ngrohtë. Aty ka një iluzion të lumturisë, të një bote ku gjithçka duket e arritshme. Por kjo lumturi është efemere. Shumë prej atyre që ndodhen brenda xhamit nuk janë më të lumtur se ata që shikojnë nga jashtë. Ata janë të kapur nga pritshmëritë, nga syri kritik i kamerave, nga nevoja për të dukur dhe për t'u parë. Dhe kështu, jacuzzi bëhet një metaforë e jetës sociale, një hapësirë e bukur për t'u vëzhguar, por shpesh e mbushur me tension, dyshime dhe iluzione. Pyetja që lind është e thjeshtë, por e thellë. A është vërtet dhelpra e zgjuar që nuk e do rrushin, apo thjesht është e pamundur për të? Dhe kjo pyetje nuk i përket vetëm limit që shen nga jashtë. Ajo i përket secilit prej nesh, në momente kur shohim diçka që dëshirojmë, por nuk e kemi. Ne e nënvlerësojmë atë për të ruajtur ekuilibrin ton të brendshëm. Nuk më duhet, themi, edhe pse zemra e di që ndoshta do të donim të kishim mundësi. Kjo metaforë është më e gjerë se një jacuzzi dhe më shumë se një reality show. Ajo është për perceptimet tona, për mënyrën se si ne vlerësojmë mundësitë dhe dëshirat tona. Ajo tregon se shpesh e pamundurja shndërrohet në mohimin më të qetë dhe më të lehtë të realitetit. Dhe përtej pamjes, përtej buzëqeshjes dhe gotave të verës, mbetet një mësim i heshtur, të njohësh kufit e tu nuk është e turpshme, e rrezikshmja është t'i fshehësh ato nën mohimin e të padëshiruarit. Në fund, jacuzzi zbrazet. Gotat boshatisen, drita zbehet dhe heshtja mbush hapësirën që më parë ishte e mbushur me tinguj dhe argëtim. Ajo që mbetet nuk është skena, por reflektimi. A ishte rrushi thartë, apo thjesht shumë lart për të arritur? Kjo pyetje nuk ka përgjigje të thjeshtë. Sepse nuk është vetëm për limin apo për dhelprën, por për secilin prej nesh. Çdo herë që shohim diçka që nuk mund të kemi, kemi dy zgjedhje: të mohoni dëshirën ose të pranoni kufit dhe të reflektoni mbi ata. Në këtë reflektim, ndoshta mësojmë diçka më të rëndësishme se lumturia e përkohshme. Të vlerësojmë atë që mund të kemi, të kuptojmë kufit tanë dhe ndonjëherë thjesht të shijojmë shikimin pa nevojën për të zotëruar gjithçka. Sepse në fund jacuzzi, gotat dhe dhelprat janë më shumë se metafora të dëshirës dhe mohimit, ato janë pasqyrë e natyrës njerëzore.